A e dini se në Maqedoni janë gjetur mbishkrime të lashta, të cilat shumë studiues i lidhin me gjuhën e ilirëve? Në disa prej vendbanimeve më të vjetra të rajonit, në Shkup, Tetov, Ohër e Manastir, janë zbuluar gur, pllaka dhe fragmente të lashta që mbajnë simbolika, emra dhe fjalë që nuk i përkasin gjuhës greke, as latine, por një tradite shumë më të vjetër. Në këto mbishkrime shfaqen emra si Bato, Verzana, Plator, Andena, emra 100 ilirë, të cilët dëshmojnë praninë e një populli që fliste një gjuhë krejt tjetër nga fqinjet. Disa prej gjetjeve më intriguese janë shenjat e gdhendura, spirale, 3 këndësha dhe simbole të përsëritura, që ngjasojnë me alfabetet më të hershme të Evropës. Disa arkeolog i quajnë gjurmët e një sistemi të lashtë shkrimi parahelenik. Madje në një nga mbishkrimet, i gjetur pranë Ohrit, përmendet fjala iliri, e shkruar në një formë të çuditshme, që ka ngritur më shumë pyetje se sa përgjigje. A janë këto mbishkrimet e para që dëshmojnë përdorimin e gjuhës ilire? A është ky një alfabet i humbur? Apo ndoshta një kulturë shkrimi shumë më e lashtë se ajo që njohim? Një gjë është e sigurt. Trojet e Maqedonisë së Veriut ishin plotësisht brenda botës ilire, dhe çdo vit zbulohen fragmente të reja që afrojnë një hap drejt një misteri të madh. Si tingëllonte gjuha e ilirëve? Studiuesit thonë se disa nga këto shenja mund të jenë pararendëse të alfabetit evropian, por për shqiptarët, këto mbishkrime janë më shumë se thjesht gur të lashtë. Ato janë zëra të kohës, që na kujtojnë se rrënjët e historisë son shkojnë shumë më thellë se sa mendojmë. Dhe çdo gur i gjetur, çdo simbol i gdhendur, është një copës nga gjuha e humbur e një populli që ka lënë gjurmë në të gjithë Ballkanin.